angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. Se është një agjim zgjedhore dhe Kurti me dorë mos të shkon ta dërgoj vendin në Shqipëri. Kryeministri Kurti ju e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrim një pajtueshmëri edhe një mbështetje gjithësisht propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Pas takimeve që ka pas së fundmi me kryetarin Abdigjiku, kryeministri Kurti ka bërë prononcimin e tij për media. Besoj që për të gjitha detajet, sapo të ketë diçka të re, do t'i ndaj të dhënat edhe me ju edhe me shqiptarët. Unë nuk di që kanë dhënë një përgjigje negative, gjithsesi unë pres edhe besoj që jo vetëm ne si deputet të grupit tonë parlamentar, por edhe qytetarët e Republikës së Kosovës presin që të gjejmë një zgjidhje, të kemi propozime konkrete, edhe të gjendet një zgjidhje e të votohet presidenti në kuvend, sepse e kemi thënë disa herë edhe besoj që pajtohemi të gjithë, një pas zgjedhje të reja jo vetëm se janë të panevojshme, por janë të padrejta dhe nuk do të sjellin asnjë rezultat të ri. Parlamenti i Republikës së Kosovës i ka 120 deputet. Partia Demokratike e Kosovës i ka vetëm 22 deputet. Shumica parlamentare, nëse është interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opcion të vetëm bashkëbisedimin dhe dakordimin me PDK-n, ka edhe opsione të tjera. Zgjedhja e presidentit është një moment shumë i rëndësishëm për një demokraci parlamentare. Dhe ne kemi deklaruar që kjo çështje duhet të trajtohet me seriozitetin që i takon çështjes në fjalë dhe kemi kërkuar nga zoti Kurti që të formalizoj kërkesën e tij karshi Partisë Demokratike të Kosovës në një letër të shkruar. Deri në këtë moment, një letër e tillë nuk ka ardhur në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta ka adresa tjera. S'ka asnjë lëvizje, edhe për takimet po mundem me mësu prej mediave, sepse s'ka transparencë këtë proces, ndërsa afatet ligjore po ecin. Dita fundit po afrohet, po duke parë në gotim për kalimin e plot projekt ligjit në procedurat të përshpejtuar pa respektu procedurat parlamentare, po shihet se është një agjim zgjedhore dhe Kurti me dorë mos të shkon ta dërgoj vendin në Shqipëri. A ka ofra në jamër që mund me dalë në moment fundit? Nuk e kemi jo, nuk do të propozojmë asnjë. Edhe kandidatët dhe lëvizjes vetë vendosin të përkrahë. Nuk du me ulshu në ato komentet mes partive opozitare, ndoshta partitë opozitare ka dashme pas çështje tjetër, me pas një bashkëpunim më të mirë fillt, që ishtë dashte inicohet nga Partia Demokratike si partia më e madhe parlamentare, përderisa nuk ka në një koordinim të partive opozitare, normal që Albin Kurti i propozon kandidatët e vet. Po krejt çka po shitet në këtë drejtim është se vendi po shkon zgjedhje.